Përshëndetje, dua të ndaj me ju sot një lajm që besoj është i mirë sidomos për botën e kërkimit shkencor, për universitetet, publike dhe jo publike, por edhe për çdo institucion tjetër apo kompani private që është e interesuar në produktet kërkimit shkencor, sepse mbyllëm sot me vendim të Këshillit Ministrave aktin e 12 në ligjor në zbatim të ligjit për shkencën në Republikën e Shqipërisë të vitit 2024, që është një paketë shumë e rëndësishme për organizimin e institucioneve dhe të kërkimit shkencor në përgjithësi, në përputhje me direktivat dhe rregulloret e Komisionit Evropian dhe të Bashkimit Evropian. Me mbylljen e këtij akti ne bëjmë edhe, si thua, veprimin e fundit ligjor në detyrimet që kemi për kapitullin e 25, është kapitulli për kërkimin shkencor, është një kapitull për cilin po punohet prej disa vitesh, por do të jetë me shpresë, me besim edhe me kalendar, një ndër dy kapitujt e parë që do të mbyllet, do të mbyll negociatat brenda këtij viti. Për hartimin e gjitha këtyre akteve në ligjore ne kemi qenë në bashkëpunim të ngushtë, jo vetëm me të gjitha institucionet shqiptare të interesuara, por edhe me Komisionin Evropian, me qëllim që përputhja të jetë plot lidhur me aderimin e Shqipërisë në zonën e lirë europiane të kërkimit shkencor dhe për të antarësuar institucionet tona, tashmë e kanë rrugën të hapur në konsorciumin e europian të infrastrukturës së kërkimit shkencor. Ha perspektiva të reja për t'ju dhënë lehtësi dhe mundësi kërkuesve shkencor, qoftë në universitete apo institucione të tjera publike apo private të cilat duan të zhvillojnë një si të kërkimit shkencor në sektor të ndryshëm, për të qenë koherent, për të qenë të barabartë dhe për të pasur të drejtat të njëjta me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, meqense po flas për kërkimin shkencor, një tjetër kriter ka qenë edhe plotësimi i i kërkesës për të rritur investimin për kërkimin shkencor, krahasuar me vitin 2022 e kemi trefishuar nivelin e buxhetimit kërkimit shkencor, buxhetimi i cili nuk matet vetëm me buxhetin e Ministrisë së Arsimit, sepse janë një seri institucionesh të tjera, të cilat investojnë në kërkimin shkencor, që nga siguria deri ke shëndetësia, që nga bujqësia deri tek infrastruktura e kështu me radhë. Dhe angazhimi është që ne do të vazhdojmë që këtë që quhet kriteri matës Gjibard ta rrisim në vitet në vazhdim. Kemi ecur me ritme të mira, kemi marrë vlerësime pozitive deri tani nga Komisioni Evropian dhe të dyja kapitujt që kanë të bëjmë në arsimin, kapitulli 25 dhe kapitulli 26, besoj që sipas gjithë parashikimeve do të jenë edhe dy kapitujt e parë që do të mbyllen në vazhdën e një pune disa vjeçare të bërë nga negociatorët tanë edhe nga gjithë ekipi, jo vetëm i Ministrisë së Arsimit në rastin konkret, po i të gjithë universiteteve, instatit, edhe gjithë institucionet e varësisë të qeverisë. Faleminderit. Fiorella Beleqja Dyqene, zënë Ministri, keni folur për projektin After School. Kur do të nisë ky projekt, sa shkolla do të përfshihen dhe a i plotësojnë shkollat tona kushtet për ofrimin edhe ushqimit në shkollë? Është shumë faleminderit për pyetjen. Për hir të së vërtetës, më lejoni të saktësoj që projektet pas shkolle, për ta thënë në shqip, janë projekte që në formate të ndryshme kanë tashmë 10 vjet që zhvillohen, kanë pasur emërtimet ndryshme, herë janë quajtur shkolla qendërkomunitare, që synon që në shkollat ku janë bërë investime të rëndësishme, qoftë në infrastrukturë, qoftë në hapësirat zbavitëse, siç mund të jenë terrenet sportive, të jenë të hapura dhe për aktivitete mbas shkolle, qoftë për komunitetin, por edhe për një aktivitet mbas shkolle të nxënësve. Projekti tjetër Bëjmë detyrat e shtëpisë, gjithashtu është një projekt që është projekt punë që bëhet mbas shkolle dhe gjithë paketa e aktiviteteve që shoqërojnë çdo vit gjithë, le të themi, jetën edukative të nxënësve në shkollat nga klasa e parë në të 12. Olimpiadat në të gjitha lëndët dhe vitin që vjen do të shtojmë një olimpiadë të re të gjuhëve tuaja. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe që zhvillohet me klasat e 9-ta. Për herë të parë si vjet futëm festivalin kombëtar të shkencës me të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Janë të gjitha aktivitete që zgjasin, fillojnë
diku në tetor dhe mbyllen në maj. Dhe janë programe që bëhen pas shkolle dhe që zhvillohen mbas orarit të detyruar të mësimit. Jo vetëm kaq, por janë zhvilluar dhe shtuar shkolla të cilat zhvillojnë dhe një tjetër rubrik do ta quaja që pëlqejet gjithmonë shumë, që është toka në shkolla ose ferma e vogël në shkollë në forma nga më të ndryshmet që i përfshin nxënësit në një aktivitet në marrëdhënie me tokën, me bimën, me natyrën. Orët e edukimit mjedisor janë shtuar dhe këtu prap flas për jo për orët e edukimit mjedisor brenda kurikulës detyrueshme, por jashtë orareve të shkollës, qoftë brenda mjedisit, qoftë edhe siç janë bashkitë me territore më larg apo më afër natyrës, siç janë bashkitë e vogla, që zhvillojnë këtë program. Nga ana tjetër, ajo që ne bëm si vjet është që e risistemuam të gjithë këtë tipologji aktivitetesh, sepse është e rëndësishme që të jenë të përfshira dhe në ligj, i dham formë ligjore. Miratuam dhe një vendim të Këshillit Ministrave ku rritëm shpërblimin, e dyfishuam shpërblimin për mësuesët të cilët angazhohen në këto orë që i quajmë jashtë shkollore, pra mbi normën e tyre normale, dhe për të përfshirë dhe një burime njerëzore të cilat ta vinë qoftë nga mësuesit në pension. Jemi në hapat e fundit të rregullimit të aktit tjetër në ligjor për të sistematizuar dhe po të mos pasur mendarje që ca shkolla e bëjnë, ca shkolla se bëjnë. Synimi është që të gjitha shkollat e sistemit para universitar të përfshihen në këtë aktivitet, sepse e quajmë shumë të rëndësishme për edukimin e fëmijës, për stabilitetin e tyre intelektual, por edhe për t'i shkëputur ata në një formë zbavitse nga varësia që gjithmonë shumë që së shqiptare është globale, e teknologjisë dhe ekranit të celularit, i cili është edhe ai ndaluar brenda orëve mësimore. Për sa i përket elementit të ushqimit, ne kemi filluar një punë në bashkëpunim së pari me Bashkinë e Tiranës. Shumë shpejt kalojmë një tjetër vendim të Këshillit Ministrave që i hap mundësinë ligjore njësive të qeverisjes vendore që të mund të ofrojnë shërbim ushqimi, por edhe kjo kërkon infrastrukturën përkatëse. Dhe në bashkëpunim me Ministrin për Pushtetin Vendor dhe me së pari Bashkitë Qendërqarku do të bëjmë gjithë kriteret dhe standardet për pajisjen e shkollave me hapësira për të konsumuar ushqim, që do janë mensa, hapësira për të ngrënë në funksion e cila do ndryshojë nga bashkia në bashki. Pra përgatitja e infrastrukturës ligjore dhe infrastrukturës fizike për një gjë të tillë ka filluar dhe do të avancojmë. Është e njëjta logjik siç bëm me sportet, për ta kuptuar më mirë në analogji. 10 vite më parë, shtuam orët e aktiviteteve sportive dhe të orës e edukimit fizik në programet shkollore, por ndërkohë shkollat vuanin në mënyrë të thellë nga mungesa e këtyre hapësirave dhe u bë një investim masiv për pajisjen e shkollave me terrene sportive, me palestra dinjitoze, e njëjta gjë do të zhvillohet edhe për këtë aktivitet. Faleminderit. Zonja Ministre, po cilë një shqetësim komuniteti për hir të së vërtetës, edhe pse në pamjet parë duket shumë i egzageruar, pasi një zonjë nga lagja ime ku banoj, ishte shumë e shqetësuar dje për një automjet që është duke qarkulluar pranë shkollave, ku policia e ka identifikuar që janë iranian të kampit të mujahedinëve, dhe ka thonë policia e shtetit që nuk ka asnjë shqetësim dhe unë prirem t'i besoj policisë shtetit. Por pavarësisht kësaj, prindrit duket të paktën po flas për lagjen e Freskut, janë të shqetësuar ndoshta edhe për mungesën e informacionit. A ka Ministria ose Drejtoritë Arsimore një plan paktën për t'i sqaruar prindrit që nuk ka asgjë për t'u shqetësuar në lidhje me këtë? Dua të siguroj ju personalisht zonjën që ju ka shkruar juve, pra dhe çdo qytetar tjetër, por sidomos të gjithë prindrit, që masat e sigurisë në të gjitha shkollat tona janë në garantim 100% të sigurisë të fëmijëve dhe të institucioneve arsimore. Nuk e them thjesht me fjalë, por e para, ne jemi në një bashkëpunim 100% me policinë e shtetit dhe në pjesën më të madhe të shkollave, sidomos shkollave me numër të madh nxënësish ose në zona pak më të largta, patrullat e policisë janë aty çdo mëngjes
edhe çdo drek kur fëmijët hyjnë dhe dalin nga shkolla dhe shpesh edhe gjatë orës së pushimit të madh ku ka lëvizje të nxënësve për të garantuar gjithë perimetrin rreth e rrotullt shkollës. Jemi në komunikim të përditshëm me Ministrinë e Brendshme dhe me Policinë e Shtetit. Ndërkohë po rrisim numrin e oficerëve të sigurisë, të cilët janë shtuar, numri i cilëve për numër nxënësish është shtuar nga shtatori vitit 2025, që janë persona kontakti në komunikim të rregullt me Policinë e Shtetit për çdo sinjalizim. Në të gjitha shkollat të pajisura me psikolog dhe punonjës social është një bërtham e tërë që drejtohet nga drejtori i shkollës përkatëse në bashkëpunim edhe me koordinatorët e karrierës, me psikologët, me oficerët e sigurisë dhe pa diskutim edhe me njësinë e qeverisjes vendore, me njësinë e mbrojtjes fëmijëve që ndodhet pranë çdo bashkie për të kapur në kohë çdo sinjalizim. Sigurisht bëhet lajm një shqetësim ose një telefonat, siç është rasti juaj, por nuk bëhen lajm me dhjetra raste të cilat menaxhohen në kohë reale, kontrollohen në kohë reale dhe garantojnë mbrojtjen 100% të sigurisë së fëmijëve. Më lejoni t'ju kujtoj që në gjithë territorin e Shqipërisë kemi 1490 e kusur shkolla, kemi rreth 355 fëmijë nga klasa e parë në klasën e 12 dhe rreth 30.000 mësues. Pra, në këtë numër kaq të madh njerëzish, shkollash, institucionesh dhe nxënësish, besoj që jemi në standardet e duhura për të ofruar garancinë maksimale dhe jemi po kaq të vëmendshëm edhe ndaj çdo sinjalizimi, nuk neglizhojmë asnjë, edhe një alarm i kot duhet konsideruar dhe trajtuar ashtu sikurse e përmendët dhe ju në ilustrimin tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është ratifikuar marrëveshja midis Republikës së Shqipërisë dhe Polonisë për sigurimet shoqërore. Është një propozim që vjen nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Kjo është marrëveshja e 21 nga nismat që ka ndërmarrë qeveria me vende ku ka diasporë të shqiptarëve jashtë territorit të Shqipërisë, është marrëveshja e 10 me vendet e Bashkimit Evropian dhe janë marrëveshje shumë të nevojshme, sidomos për ata shqiptarë të cilët punojnë jashtë territorit të Shqipërisë dhe që duan që t'ju njihen vitet e punës që kanë pasur brenda në vendin tonë. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare mbetet e angazhuar që të vijojë me ratifikimin e marrëveshjeve të ngjashme në gjithë ato vende ku ka diasporë shqiptare prezente. Ju faleminderit. Zoti Ministër, ju folet për një marrëveshje me Poloninë, po me Greqinë. Ku është, domethënë deri në çfarë faze jemi pasi ka pas tentativa të shumta tashmë prej vitesh për të patur një marrëveshje mes Tiranës dhe Athinës. A kemi gjë konkrete sot që flasim duke referuar dhe vizitave të fundit nga ana e kryeministrit Rama, duke që do ketë një paketë për shumë gjëra që kanë mbetur petur dhe një gjë të cilët ku shqiptarët janë më së shumti, numri më i lartë i shqiptarëve është pikërisht në Greqi. Faleminderit. Për sa i përket ecurisë së diskutimeve dhe negociatave me qeverinë greke, ato janë diskutime dhe negociata shumë intensive nga ana e palës shqiptare, kjo dhe pikërisht për faktin sepse dhe ekspozimi në numër pra diaspora që është prezent në Greqi është relativisht e madhe. Ne jemi besim plot që do ta konkludojmë një marrëveshje të tillë, megjithatë siç thash, është një marrëveshje që ka një intensitet të lartë negociatash, kushtesh që po diskutohen për shkak edhe të numrit të madh të shqiptarëve që kemi në Greqi. Zoti Ministër, Bekim Bici, Ora News. Në fakt, kam një pyetje që nuk është se lidhet drejt për drejt me dikasterin tuaj, por nga ana tjetër, si pjesë e kabinetit qeveritar, por edhe si Ministër i Financave. Ditën e djeshme është nënshkruar një marrëveshje trepalçe mes Shqipërisë dhe dy kompanive amerikane dhe greke, përsa i përket, le themi, fushës e energjetikës. Por nuk u tha se krahas vlerës 6 miliard euro që do të investohet, cili do të jetë vlera apo cila do të jetë vlera të cilën Shqipëria do të përfitojë nga ky investim dhe nëse ky tubacion thjesht do të kalojë në vendin ton apo do të ketë edhe përfitime të tjera Shqipëria nga ky projekt. Faleminderit.
Faleminderit për pyetjen. Në lidhje me marrëveshjen e firmosur dhe unë besoj që ky është një informacion të cilin ju duhet ta merrni nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, nëse flasim për investime të huaja, pra nëse flasim për investime në vlerën 6 miliardë apo 600 milion euro, këto janë investime që natyrisht ndodhin në territorin shqiptar. Nëse do t'i referohemi investimeve të huaja që ndodhin në Republikën e Shqipërisë, vetëm po t'i referohemi në nënmujorit të parë të vitit 2025, pra ka qenë një nivel rekord investimesh të huaja në Shqipëri, prej rreth 1.6 miliard eurosh, që do të thotë edhe kjo është një shtesë e investimeve të huaja që ndodh në Republikën e Shqipërisë. Zoti Ministër, kur do të nisë zbatimi i ligjit për fshirjen e borxheve dhe paqja fiskale dhe sa kohë duan aktet për tu hartuar dhe miratuar dhe çfarë ndodh me borxhet e bizneseve që i prek ligji, pra fshirja e tyre, çfarë ndodh aktualisht? Për sa i përket akteve nënligjore, ato janë drejt fazës finale të tyre. Unë besoj që shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Ka qenë një periudhë në cilën ne kemi diskutuar dhe kemi negociuar me organizma ndërkombëtar për aktet nënligjore, ashtu siç bëm edhe me ligjet në vetvete, kështu që besoj që shumë shpejt do dalim me këto akte nënligjore. Jam besim plot që brenda muajit maj do të kemi mbyllur të gjitha proceset respektive. Ndërkohë, për pjesën e fshirjes së detyrimeve tatimore dhe doganore, patjetër që ato do të jenë në linjë me ato që janë parashikuar në ligj. Aktet nënligjore dhe udhëzimet janë më tepër pjesë e sqarimit se si do të bëhet procedura dhe patjetër që do të përfitojnë që të gjithë tatim paguesit që plotësojnë kriteret e ligjit faljes së detyrimeve.